Edhe i lutëm prokurorëve, edhe cili do qohë që thetë më përballë, jam i gatshëm për gjithçka më përballë. Mashtrimin, tradhtijen, keqpërdorimin, se funit e funit njerëz për fjalën e lirë vrahen. Gjithçka fillon për fjalën. Fjala keqe dërgon njerëz me u vrah. Edhe në divorc, edhe në familje, edhe në politikë. Gjuha. Gjuha. Me në u 3 herë, fal një herë. Është një fjale jo një popullore. Nëse e kemi zotë, po përfundojmë me këtë. Se jem në fund, po. Edhe, kjo shumë një pjesë të është, për du me thonë. Ka qenë një deputet i lëvizjes vetëvendosje, për cilën unë e kam shumë mik, nuk po i zbuloj shumë detalet. Që unë e kam mojtë familjen teme në vitin 2013, pse ishte deputet i lëvizjes vetëvendosje, i takon të një brezit të madh të një politikani, edhe në takim që kishte pasur me zotin Kurti, ai kishte thënë se nipi yt, i cili po del si kandidat në Partinë Demokratike të Kosovës meriten me vrah, veç s'ka kush me vrah. Edhe ai kishte marrë këtë si sfidë veten. Edhe erë më hynin në shtëpinë Malishev. Tër ditën e ka marrë, 5 ditë ja marrë me të mos me lën nipin me vrah. Veç pse kishte dalë në listë e PDK-s. Ai sa të brejë rrugëve Gjermanisë që ka sakrifikuar më shumë ti për lëvizjen vetëvendosje gjatë asaj etape, nipi i tij nëse do të edhe deputet edhe ministër edhe tanat. Në vetëvendosje sot. Absolutisht. Ju e kishit mbajtur në shtëpi për ta ndalë që të mos e vras? Nipin e tij. Nipin e tij. Ai kishte revolën edhe kështu është. Kishte vendosur, tash mund thonë kë po shpike, po thet këto. Po jo, më jo, përgjithësi për fjalën publike. Jo, më përgjithësi. Po. Argumentet, po. Janë njerëzit, janë argumentet. Edhe një ditë të po, se në çfarë çorëditje ka sjell, ja dërgova një komunikim me zonë. Me thonë, në kësi situata, po janë rastet e tërshta që kanë ndodhur me këtë mencinë e zotit Kurti. Ky ka shkatërru breza, ka shkatërru njerëz. Për këtë arsye edhe ky ka ardhur me dëmtu më shumë Kosovën. Edhe unë çdo ditë më tepër, jo për të kontaminu më shumë, po e kam bërë se nesër do del një brez, i cili prap do të na akuzonte. Se nuk sa të vërtetën, se nuk thuhet të vërtetën. Unë se kam thënë shumë të vërteta për arsye se kam dashur të hyn kuvend, edhe mos më thonë në studio televizive, po aty ku është vendi edhe po dëgjon se cili qytetar.